Ndihmat amerikane për Ukrainën janë rikthyer në nivele të zakonshme pasi Kievi pranon të negocionte një armëpushim 30 ditor me Rusin. Ky vendim u mor gjatë bisedimeve në Jeddah, Arabi Saudite, ku përfaqësuesit ukrainas dhe amerikan diskutuan për hapat e ardhshëm drejt një stabilizimi të përkohshëm të situatës. Lajmi u konfirmua nga ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski, i cili gjatë një takimi në Vershav me homologun e Ukrainës, Andriy Sybiha, njoftoi se ndihmat amerikane që kalojnë përmes Polonisë janë rikthyer në nivelet e mëparshme. Presidenti amerikan Donald Trump e përshëndeti gatishmërinë e Kievit dhe deklaroi se do t'ia paraqiste këtë propozim dhe palës ruse në ditët në vijim, me shpresën që Moska do të pranonte. Nga Kremlini, zëdhënësi Dmitri Peskov u shpreh se është ende herët për të komentuar mbi këtë ofertë dhe se një reagim do të jepet pas një shurtimi më të hollësishëm. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e refuzoi paraprakisht do marrëveshje që sipas tij mund të rrezikojë sigurinë e Rusisë. Ai gjithashtu kundërshtoi idenë e vendosjes së trupave paqëruese në Ukrainë, duke argumentuar se vendet që e mbështesin këtë propozim tashmë e konsiderojnë Rusinë si armik. Ndërkohë, brenda Ukrainës, ky armëpushim 30 ditor po shihet me skepticizëm. Shumë ukrainas besojnë se një pauzë në luftime do të jepte mundësinë Moskës të rigrupohej dhe të vazhdonte avancimin ushtarak. Një banore e Kievit e cilësoi këtë lëvizje si një rrezik për sovranitetin e Ukrainës, duke theksuar se një marrëveshje e tillë mund të përdorej nga Rusia për të përgatitur sulme të mëtejshme.